nuk e ka pitë cigare në udhe. Në punë kanë punu ka 8 orë, vëllezërit tanë, ta fermit e mi, kanë punu në keke, kanë punu në për kooperativa të ndryshme të shtetit, në atë kohë të ish Jugosllavisë, dhe kanë pas pjesë të madhe të punëtorëve serb. Në muajin Ramazan serbit de facto ka xhiru, sepse kur nuk ka hangur drejt pranit shqiptarëve. Kur s'ka hangur drejt pranit shqiptarëve. Tani tregon ti mua a respekt më i madh është ai apo kot sodit ku le që han para teje, po ta injoron ta shan edhe ta nënçmon fen e Ramazanit krejt. Cila është më në rregull? Cila është më tolerancë këtu, më mirë kuptim. Tani pse s'na pengon neve, për vete ka, por do ta respektosh tjetrën në vëlla. Se këtu në vlera, mbi gjitha njeriu është ndërtuar dhe bëhet njeri me vlera. Jo pse është mish e gjak, dhe jo pse është i bukur i bardh, dhe jo pse është mashkull e femër, dhe jo pse edhe ka shkollë që besa. Se shkolla kanë thonë vjetrit, shkollë bën, ama njeri nuk bën shkolla. Të lutem, shkolla nuk bën njeri të bën vlerat tua, vlerat fetare, vlerat kombëtare, vlerat e familjes, kultura, që të cilën e merr ti dhe për vete, për familje, për shoqëri, dhe të bërë njerëzimin e vëllai na njerëz. Ne jena njerëz e vëllai, jena njerëz. Njeri është emri i madh. Është emri më i çmuar që ka çmuar Zoti në tokë dhe ka ngritur më shumë se çdo krijesë tjetër. Andaj do ta respektoj. Në aspekt